Rreth botës së librit, rreth asaj që të gjithë e dëshirojnë, rreth muzikës. Rreth artit, rreth të së bukurës. Pamje të bukura të vendit. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashk në një emision. Mirë mbrëma të dashur shikuesve, përshëndetje dhe mirë se vini në një intervistë më të veçantë. Sonte kam nderin që ta intervistoj një figurë të njohur dhe një ikon të muzikës në skenën muzikore shqiptare. Sonte në studio kam Vllaznin Buxhovin me një trashëgimi të pasur për muzikën tradicionale shqiptare dhe me një karrierë që ka prekur zemrat e shumë adhuruesve. Vllaznimi ka sjell një frymë të re në interpretim të këngëve tradicionale në çdo performancë. Ai kombinon pasionin, prevojen me një thellësi emocionale që e bën muzikën e tij të veçantë dhe autentike. Sot do të zbulojmë më shumë rreth gjithë këtij rrugtimi artistik. Në studio do të bashkëbisedojmë me Buxhovin. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Gjithashtu përshëndetje me shikuesët dhe dëgjuesët e Radio Fontanës. Një falenderojm, një respekt ndaj ata që ka the për mu, ata që ke përgatit për mu. Do të thotë pakëm kurseve gjatë intervistës, kështu që ti e përmbledhe shumë bukur. Unë do të mëllona ka pak të zbërthej këtë pothuja 50 vjeçar që kom shumë voluminoz në pikat shkurta sa muj mi elaboru. Edhe unë kom pasur shumë të vështirë që të shkëpus diçka një pjesë shkurtër për hymje, pasi që ke bagazh shumë të madh për këtë muzikë tradicionale shqiptare. Unë të falenderoj shumë që je sonte në studio dhe të ndajmë shumë çka rreth karrierës tënde me të gjithë shikuesit e televizionit të Fontanës. Faleminderit që je në studio. Gjithashtu respekte. Karriera fillon po quaja si fëmijë, blen instrumentet. Në Gjakov ka qenë trend fizharmonikat i kanë ble për nxënësa për fëmijë. Ka qenë shkolla muzikës, normale ka pas mandola, mandolina. Ka qenë një farë erë kështu unë e qyt mirë se edhe kanë shku shumë nxënësa në shkollë. Disa për ty në janë bo muzikanta, kanë vazhdu, po megjithatë edhe ajo të vite kanë qenë pak emancipim kulturë, se me pas qasje në muzikë, në kulturë, sidomos muzikën përquja shqiptarë, të tonën, ma të bukën që kemi, është pak kënaqësi për ata nxënësa që kanë marrë disa pikat para të muzikës, edhe që s'kanë vazhdu muzikë. Pastaj fillojnë programet e shkollave fillore, aty kom marrë pjesë në shkollë, kemi qenë me drak, aty fillon edhe karriera po ashtu me Xenin, se kemi qenë me një lagje e tutje. A i një gjenerat me Xenin? Jo, unë jam 2 vjetë më i madh. Më i madh, okej. Edhe në muzikë jam marrë para, se kryesisht fëmijët kanë mujt me bo muzikë 10 vjeçë do më 13 në përdasma, kom dalë. Kom pas rastë me bo me Qymilin e vogël muzikë, me Ismet Pejen, me Xomizinin, ku ta diu me këta. E tash Xeni ka qenë, sa tash fëmija mundet me bo muzikë, me 10 vjetër, e fëmijët këndojnë kong për fëmijë shkollë fillore. Por rrugtimi i Xenit me mua ka qenë pothuaj i përbashkët. Edhe që kom bon muzikë me të tjerë, Xenin kom pas ofër, shpjegime, qysh tekst, lën baza Ismet, baza këto kanë qenë. Ajo fati i Xenit që ka qenë ofër meje, ma vonë do dalin fati jam që ma karpu Zoti Xenin ofër. Edhe ma vonë dalim ka shkollat e mesme. Shkollat e mesme përpara, përgjithësi kanë bo koncerte, ta qymë gjyqëtorin e parë edhe gjyqëtorin e dytë. Buxhovi, s'ku mujt me shku. Kam kanë thirrë, unë kom marrë pjesë. Kanë qenë aksionet, rrushit e mollave, këto aksionet e rinore që konë, prandaj kom bo muzikë. Do të thotë ma shumë kom bo muzikë se që kom lajt e shtëpi. Prandaj kom qenë në nxënësat, pothuja ma të mirë shtu me rezultate me shkollë.
Na ka shku në familje tonë arti, muzika, shkrimi, janë bio, janë kështu naturale. Historia e të gjitha me radhë. Shka ka që vynë, të anis prej babas, për shembull, mësos me shkollë normale të Elbasanit, që fillon pas luftës së dytë botërore në Drenis, ku a marrë vështira, se mu baba më kalon 6 vjeqe. Nona për kryesisht ka folë për historie, për gjana familjes. Mas luftës së dytë botërore për Amallani me dhonë mësim në Drenis, 4 vjetë një ndër shkollat e para, pëthuja një ndër mësus të parë, mësusi parë ka qenë baba. Istoge, Kline, Jonike, këti ka prek baba ka dhonë mësim në Vosel, për në Shec, do të thotë jeta babas tonë ka shku në arsim edhe ka vdekëri, 46 vjeqe. Do më thonë, ADN-a familjes, pianisin për babës e ka dhe marë për para, po për babët e ne kështë. Ka prej babë, ka problem. Zotri Buxhovi, ka ke pas inspirim në atë kohë dhe idol të muzikës, si këngëtar, por dhe instrumentin që e ke pas mos për zemër, të cilin ke dashur, që ti që të kyqesh. Se kjo formimi e një muzikantit kategorisë fare jam une edhe disa kolegë mi edhe disa të tjerë të mënë punë me qenë një, shkan është si kompleks, do të thotë. Prej çfarë familje e, qysh ke jetu, ku ke jetu, me kënd ke jetu. Unë e di në shpiton të vëshëja o konë pjekën e kranë. Tonë ditën të vëshën ka pas Fat Gjakova, të na ke pas Shqipnin. Edhe ansambli Shqipnin, se këtë ato gjana, shaka pas Shqipnia, se faktikisht më rritë në televizion Shqipnis. Që është knasi edhe përparësi e madhe për një muzikant, më rritë me atë kohë televizion Shqipnis, po foli ka kandi jonë, ka kandi kulturës i muzikës, se ka qenë nivelli majnalti. Inshallah vazhdojnë atë nivel. Si të ansambli Shqipëni, se baleti, e këto kanë qenë shumë zhvillunën në Shqipëri, atë kohë. Edhe, baba jam i kra armonikës gojës, edhe natë kur dilkem, se ka fundi ka qenë, kemi jetu në Gjakovë, se ka shku baba, ka jetu, shumë 4 vjetë Drenis, një nekë, për në 6-12 vjetë, edhe kohë në fundit ka qenë Gjakovë, edhe sheken punën në Vosel, edhe bike armonikës gojës, ka i kongë 2 maklajka të pare, edhe shkajke. Një ndër to ka qenë Vim Papurat Majnana, që është kongë historike, që kanë marrë pjesë familja jo në atë 4 urë. Që është shumë të shi, e në orë masaj Shqipni, kanë pas të ardhana, kanë investu shteti Zogut, kanë marrë pjesë si biznesmena, si patriota, u bo shteti, kanë investu atje, e tutje. Për nëshe, kanana jam e nipi Selim Honës, një general i kohës Zogut. Gjeladin Hana, Hyria Hana, gjithë në familjes nënës sime. Do më thonë, ADN-ja pak shkon bigi si... Edhe që vetë pyetja ke ishte konë... Unë e thash televizioni Shqipnis, ansambli Shqipnis, aty Agim Krajken, ka qenë fizarmonicist. Në Gjakov ka qenë Zekra Gjagazhia. Kom rastis pak me pata të bo muzikë, se ajo dalën në Prishtinë, mas najë si drejtor ka qenë, që qytë atër për parë. Edhe tutje, dhe më thonë këta dy t'i kom pas si piknisje, mbajtjes harmonikës, pozicionit të durve, instrumentet, edhe Agim Krajken e kom pas, si ansambli Shqipnis. Atëherë, si frymëzim i muzikës, dhe si arritët që ta bëni në një ndarje vllëznore për profesionet e juaja. A ishte prindi, ndoshta këshilltar apo iniciator i këtyre ndrejtimeve të ndryshme si vëllezër, apo keni gjetur secili veten aty brenda këtyre profesioneve? Për me vazhdu për muzikë, me bëmi këshyrë kështu formën klasike, familja ka qenë kundra, se në të gjithë me fakultetet, të gjithë me shkollë, unë isha një të nxazat më të mirët. Tash faktikisht në atë kohë muzika ka qenë për shef. Faktikisht në kuptimin, mas ta qy negativ, pozitiv të kalon mrapa, të kalon faktikisht në metë pa fakultet. Se ta shti për më bo kështu, shak më bo në muzikë, të nditin ju marrë me muzikë. Edhe koncerte prova, edhe me të ka zotajten e lash edhe fakultetin. Të mire me muzikë edhe ma vonë, po thuja pak edhe si mbejetes. Faktikisht të bo në muzikant profesional me jetu me muzikën. Fillun dasmat,
çmimet ku ta di unë këto koncerte të u pagushin edhe dëshira ma përpara se parët ka qenë me jetu si muzikant edhe me vdek si muzikant. E du muzikën, sidomos ta muzikën tonë shqiptare, sepse me fol drejtën, sa maj vjetër një popull, ka ngjyra edhe forma të muzikës ma komplekse. Ti me shku në jug të Shqipnisë, e minë tos të bo muzikë, ti me ndonë që jemi një shtet tjetër, po shtet shqiptarë, shqiptlojnë. Vjenë në Shqipnit mesme, shqiptlojnë. Duket këtë tjetër sanë, se kanë zhyrë tjetër, pozicion tjetër. Vjenë në Vrik, lejnë Katropoja, ose shënë në Shkodër tjetër, delë zhduj për Gjakovë, shënë për Kosovë, po popujt e vjetër kësish kanë edhe në diksion të gjuhës, edhe në muzikë, shumë vjetërsia i bën dallimet. Edhe në folë, edhe në diksion, edhe këto dallojnë trevat tona. Këto që janë, kemi me bo ma vonë, ma shumë po përdojmë një shto që janë, për respektojmë shto që i kemi njerë. Shto që ka i kemi. Si grup në start, kur keni filluar, sa keni jetuar bashk, i njëjti grup kur keni filluar, dhe me thonë? Unë e thash kronologjia shën për fillore, tutje, dalim, këto fabrikat për para bëjshë shushni, nga një me tërbeshi, unë ka qenë në danët i Beteja, u bashku, në predaki ka qenë e Midrakë, unë në dyjat bëjshë muzikë, u bashku në boni shushni dhe ma komplekse, ma madhe. Ishin kushtet e mira për muzikë, sepse ishin një fabrikë gjigante, kështot. Aty fillon aja fuqësia kolektive, orkestrale, e jemja me shokë, nga në më të beshe. Do të tëtë, çdo koncert që majtë për para në Kosovë, që majtë të kombinimet, këtë këto shkenë të orkesë, këto të stradës, kërësisht ma kanë besu mu orkestrimin. Në për këtë Kosovën, pyetja ka qenë në Ernista, shumë herë kom qenë për këtë Kosovën, koncerte, dorasma, po. Me muzikën tradicionale, si jeni? Muzika, bërimi i muzikës sonë fillon të folklori. Në më thonë, qytetin e kemi qina mira veçare. Aty do të metet edhe shala met me 1000 vjetë. Mos më nalë qytetia folklori. Tashto, instrumentet tona janë kors, matrej, harmonika, ku ta dy në klanetat e këto. Por, kombinimi edhe majtja folklorit në përcjelljen e formës muzikës çfarë unë kom bo me shok, aty është knaqësia ma madhe, se dush, ku ta bën dush me qëllu, edhe me afru publikën me dasht. Me dasht qyteti, me dasht fshati. Neve tash ma vonë, nga në me tërbesh kom fillu me këto pozicione. Unë kom fillu programin nga në me tërbesh, e kom fillu me kangën ku kra kushtrimi në Kosovë. E kom pas atë shkëllëzën dole në atë violinisin Erika që janë në Smije ke marrë, në Vjenë është tash ka përparu shumë, regët, respektoje, përshëndes, se ka dalë faktikisht rrugtimit tonë. Rrugtimit të uaj, po. Edhe përfundimi i koncerteve ka qenë me, kom pas Shaban Shishmonin, folklorist, po i venera të zeza, ishti sumbat e Gjamadanit. E mesi programit ka qenë me kong dashni, me kong çdo gjë shqiptare, vallë, po fillimi, përfundimi, apo kupton çka po them? Kur ka kushtrimi Kosova, ishte sumbat e Gjamadanit, po venera të zeza. Kështu ku bë koncertun nga në Metabesh. Ata ka qenë koha idealeve, koha që na ka mungu diçka, kemi lyp diçka. Gjithmonë arti, kultura, muzika është para çështjeve teknike që ndodhen në botë. Na mujmë me transmetu ma përpara se ngjarjet që ndodhen. Kënaqësi e madhe shumë ka qenë. Me jetu me muzikën. Me jetu me muzikën. Edhe gjatë kohës sime kom komponu kong. Për shembull, në shkollë fillore kom komponu kong. Po. E Kosovë Kreshnike, Xeni ka thënë shkollë fillore kongën ti me komponimin tam. Sa bukur për mua për Xenin. Domethënë Xeni ka pas ato 12 vjeçe ku ka thënë kong komponuar prej meje. Kom marrë pjesën në akordet Kosovës, kom marrë pjesën për festivalet Gjakovës me komponime. Kom komponime kong bukur kështu që mbijetojnë me vitet tona, për venera ka filit është kong që Ndëgjoj. të treshin kaqen e kom komponu.
Mes të përmendit gjitha si jenë një 20 sa, ku mi të shpërmend, o s'ka jetë pa dashuri, rina më rina, ku ta dihune, ka, krushterisë të vendeve tonë pas luftë. Tash pas lufta, kur shkum Shqipni, se unë mrami më dalë me 8 maj, s'kisha ku më lajt, me 4.000, edhe nevoja për muzikë, tash t'i pedi pa lufta, shake se cili ka atë historinë e vetë. Kur erdha këtu javën e parë, kom komponu kong për Djem Gjerkovës, krushterisë, edhe si t'jetoj pa ty. Aty më shpraz, si t'jetoj pa ty muzikalisht, këtu, ta që patriotikisht, adetarisht, këto krushterisë për këta Djem të Gjerkovës, që kanë marrë pjesë, që kanë vdekur në luftë. E që kam vdekur në luftë. Bashkëjetesa me modernitetin, një epokë ku muzika moderne po i kushtohet ndoshta më shumë koha ose serioziteti. Moderniteti ka fillu para luftës. U bo me jetu me muzikën. Fillun ta grupët arktuse që bëshin muzika arktuse, fillun me hi, nuk kanë pas faj, me hi në për 900, ku të dy mu bo komplekse orkestrat, vike se dul, se prej defi dule me nxez, ta zheze lypke bazitarën, gitarën, u bëshin komponime me këta. Ndërlidhjet. Arktuse, po se, ashtu u bokë, se 500 vet, 1000 vet, 2000 vet, në për Ulqina atë, mirë që ka qenë e pozicioni Ulqinit, se i mblet ke shqiptarët, u mblet ke çdo gjë, aty fillon pak, më stanë prisha se fjellë jo e bukër, fillon televizja ka pak dalin të do kong ditore, ta shu javore ose një mujore, po në demokraci shpërthen çdo gjë. Tash na duhet me pas kujdes. Qysh me pas kujdes? Mirujt pasunin tonë që kemi ma të bukër, muzikën shqipe. O shumë vështirë mirujt, se ti me shumë darë se me kënu, qysh kemi kënu në po thuja puro shqip, çdo gjë, se na kemi edhe ritme, ma shumë kemi në ritme se këtë Ballkani. Na Ballkani, më stim të çfarë ritme kanë ata. Muzika shqipe ka çfarë dush ritmi. Mu është me kësy gjithë natën, lloj shme jo veç me një ritëm. Ta që përkthejnë, ta quim, duhet me përmend, e shënë cindin Tallava, për shembull, klon këngëtari, një ritëm, aty ka improvizim tekstit, improvizim muzikor, nuk është muzikë, nuk është këngë. Tallavaja është një farë aftësie e këngëtarit. Këta të nejnë qytë për parë Bejtezi. Ajë tekstin e qeta të për aty dhe ka dhe këngë Tallava, por muzika është improvizim. Ajo, momentalisht i knaqsh njerëz aty, po kombëtarisht edhe te ku imi ka flasim na, ku duhet me dalë, çka duhet me mbrojt, muzika shqipe ka përcjellje, ka strof, ka refren. E tash ka kuptim pak. Aty nuk ka kuptim. E dojnë, mbetojnë muzikantat, një publik e dojnë, s'kemi shka me bo gjendje, e dojnë, shka me bo. E vërtet. Atë që e dojnë, s'mundëm e t'jo ndalojnë. Po me gjithë atë, këto edhe par lutë, dhe pas lutë, vinë erë, ma mërmena që kalon. Kalon, këthejmë apet, ku ma buka muzika shqipe. Ma vonë Bavarkia apet vjene, që ritmin, këtë botën pak e ka bot vetën, ritmi, funksioni ritmit. Tash sa zgatë, unë kom qepë me s'mi zgatë shumë, po... Aqë sa zgjatë Kontributi jam është, kom një stopone, unë gjithmonë kom ingjizu në për televizione, në për radio, pse? Aja është baza, është dokument. Në shka falem sot është dokument, një muzike jeme që ingjizohet, edhe gjithë të tjeve, që është e bukër shqip, aja me dokument, edhe dëgjohet, se shënë radio, shënë televizioni, është një falloj stopi, pozitiv ndaj muzikave çfarë përbohen. Do më dhonë ti dush me përmenal një muzikë çfarë që s'është ta zomen në pozicionin që duhet me vazhdu, dush me bo një muzikë të bukër. Që me thonë të ive me thonë kjo muzika jonë, ja me spingu ata, po binin e të ketë muzikë shqip. E vërtet. Zotri Boqovi, a keni hasur në sfida gjatë rrugtimit të karrierës? Po. Pasi që ke filluar për një kohë periudhe të mëhershme shumë, ku atëherë kanë qenë edhe... Ku vëshun këto kongë të ritmike, e atëherë u lalem të Xhenit të Zaneli, të dueti dole e tishi, u bo kjo periudha ma fuqishme e jona. Se u privatizu, jo, shushnit, ganimet e beshe, ato shpënda me për djetë. Kjo ka zgjatë për shemëll me Xhenin, me Zanelin,
Te kur zeni me pamundësit vetat që njali tash pashpunojmë apet me zenin, po nuk ka i zeni çfarë ka qenë, testa ta merr veten me këto problemet e fytit, në rregull. Pa të nëvërshu këto gjithfa kongë, gjithfa kësi, kësë është në lëqin fillon. Tash na gjithmonë ishim ma mrapa me kongë shqip. Me përdor termin ma mrapa në kënë rregull. Po ta ishim ma parë me to kongë kësi, shabi gjone, pak nga ritmike ku ta dion. Po ne gjithmonë kemi lajt, jo që kemi ikë shumë, na kemi bolla to kongë, ashtu çfarë lëpshin. Po diksioni Xenit e Zenelit ka qenë diksion gig. Diksioni gig është na pështon në kulturë, pse na kloj me gemën rë, kemi e gemën në. Në kloj me atë rënë, çfarë kanë bo Shkodra, Tropoja, Gjakova, pjesa Dugazhinit pështon me diksion. Se diksioni ka përparësi edhe me këtu pak ma dop këngëtari i këtën e trevave, njerëzve ja ka ande, ja kona pak. Që ke pa Vjoca Lukën, ku të nënë sa bukur ka diksioni Shkodranë, se Xeni, Zeneli, këta pajnë në shmu, ta mënë pjesë tjera, treva tjera, po është fakt. Edhe, dhe më dhonë, edhe që ke marrë një kongë, pa zomë, mas të nishë maj kongë, se çdo kongë sa kongë të keqe, të nënë buka në vartë për orkestrimit dhe për këngëtarit. Na e kemi bo në stilin tonë. Ty kemi lu që kongë që këvara. Jona, aja faktikisht jo. Jo. Bashkëpunimet që keni bërë me gjitha e ceke që me Xeni, me ato, por... Kjo është periudha që kemi bashkëtu me muzikën, me kongën. Bashkëpunimet janë me krejt, me stradën. Ka pas koncerte që kanë qenë për para, u bëshë në palla sportive. Ma kanë besu mu. Ka qenë Sabit Balabani në Radio Prishtinë, fillun me organizu këto, se ishte koha socialista atër. Fillun ka pak me revizë pak private, jo transvizionit gjakët, jo këto një humanitarë koncertet. Kërësisht mu më kanë thirrë më orkesën nga në Metrabeshit atër. Për dhja Shqipe Kastrati, Shkurt e Fejzë, Shëtë e Biljula, këto, u ma ke festivalin, Fejzaj, kërësisht ka qenë me femna, festivali Kosovare këndon. Aty unë që shë kontratë nga në Metrabeshit, atje me marrë pjesë, komunikime me muzikanta, me kësi ka qenë, po më i e bra, këto, krejtë aty ka qenë treja, Nazive Bënjaki, krejtë. Të bo shumë vjetë mu me këtë muzikë. Me këtë muzikë. Andaj edhe që një ikone muzikës shqiptare. Andaj edhe keni emrin e ikonës së muzikës shqiptare. Kjo është knasimi një këta prej te... Duhet me ndëgju. Hizmetin ja kom bo, edhe sa t'jam gjallë, sa t'kam me more, se njeri mundet me tu, po pak me to përzik tu, po adërnën na jemi fiskel mendë. Ma mërmene që atë një unë është bukur e fort, e shala më qëndrën mirë besnik, që unë me najtë besnik muzikës tonë ma të bukur Shqipe. Uroja është, pasi që edhe vetë jem fiskel men, kështu që qka do që thu mirë, e ndi vetën mirë. E lexova me adënët për bojnë, një pjesë zvistrant. Edhe thejke aty, thejke një ndër njës të parë, është fiskel mend. Ata kanë thonë, unë s'po thomë, se në pishimi popële vjetër, pishimi çdo gjë, jo që s'kemi qef me studiu vetë vetën, ose po, kur ti je dikushe e përcel bota për ty, ata e në parë në ashtu në përcel neve historinë tonë, se ata neve, ku kemi qenë, ku kemi bërë në histori, ku kemi pas në kulturë, ta s'gjërën për ma betë, ku kemi pas në universitet, në dorë të vitin 1300 sa, e Gjermania këta kanë fillu me bo. Ta shpi kompleksit ata, ndaj poplit tonë, ata na studiojnë edhe na japin verdiktin, na japin edhe ata shka na meritojmë. Na kemi do punë tjera njëra, regëll, historia vazhdan, është 100 vjetori jonë, sot bili është për vjetori i bombardimeve të NATO-s. Sot. Me këtë ditur e këshaliet kështu, fillon 100 vjetori jonë. Për i kësaj dite, bombardimet NATO fillon 100 vjetori jonë. Na kemi më shku aty ku duhet me qenë. Me gabime, pa gabime, plus, minus, do të shkohet se ashtu jemi, pople maj vjetri. Çdo gjë në këtë botë është
sillet, rrotullohet. Sillet. Kemi qenë me Aleksandrin, me lavdia më e madhe, Tete Skënderbeu, ngritje, por s'është më që jemi, por shifen gjanat që do të dalën. Është ky qytetarë jonë, do të shkojmë, do ta marrim ata çfarë kemi qenë. E kemi qenë bukur të begatshëm se çdo gjë rrjedh për neve. Logjikoj edhe shkallëzojnë ashtu historinë botërore. E duhet na me qenë, mos ta harrojmë. A disa këngëtarë të lojnë në botë, Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, edhe tjetra, nese. Sa femna në botë këndon, na dim për shembull Houston, Tina Turner, Rihanna, ti vish 4-5 shqiptare ki qenë avancojnë më të mirët në botë. Kjo populli jonë, na jemi këta. Në këtë këtë rrugë të kësorë, me miliona femna këllojnë, del Dua Lipa, del Rita Ora, më shtë përmendime, këto të Kosovës që lishtin që si rangi. Këtu të ka zënë që na jemi populli që duhet me qenë, jo kështu, duhet me udhëheq, duhet me qenë në maje, na kemi në maje Dua Lipa, në Rita Ora, këto e shqiptaren. Po. A mëse zgata pak më tepër? Jo, absolut. Jo, absolut. Nëse tash muzika, kultura, historia, pak parafërsisht duhet me qenë si lloj muzikanti, me majtë kështu këtë muzikë. Këtu duhet me pas shpirtin bukur të gjanë për më lajtë në muzikën shqipe mos harroni se na kemi rreziku momentet caktune kanë marrë hovë ta muzikat edhe para luftës mas luftës kanë pas marrë hovë, por na kemi pritë, kemi vazhdu, si me metë, kemi punu, këtë në rregullo, por është shumë vështirë ti me punu me muzikën shqipe. Që është mkati madh me folë kështot. Me punu me muzikë tjetër. Me çfarë muzike? Valla moderne. Çfarë muzikë është ta? Ma tish moderne. Hajt piqujnë moderne. A keni përqav një këngë të cilën e ke ndoshta më për zemër, por edhe që sa herë ndëgjon atë këngë të rikthen me ndonjë histori ose ndonjë ngjarje? Me të kallëzu drejtën, unë e kom këngën për Venera Karanfilit që komponimi jemi që e kënojnë e dojnë të gjithë të tjertë. Unë e du shumë këngë, por kjo këngë më ka marmolli për nënën time, e kënoj këtë Zenis, edhe Zenit ka dek nëna e re. Ja 3-4 kanë të mu i këmëtonë mësë pak lanë. Se qasë dhimë, se qasë bukur këtë lanë që nuk mund është, unë s'moj mingu. Sa e kanë rujt Gjakova, muzikën, traditën, kulturën e të folurit dhe gjitha ato, pasi që njihet si një për një kulturë ndoshta të veçantë dhe tradicionale. Vi për një qyteti, respektet gjitha trevave, qyteteve tjera, fakti është fakt. Do të thotë, në Gjakova frymon Shqip, ta më në punë, kajtë frymon Shqip, po flasim tash për kajtë vijone. As turqisht së folë në Gjakov, serbisht hala mirë s'diju në serbisht. Serbisht të folë pak e hiqë. Edhe serbë që kanë qenë në Gjakov, folin Gjakovace, me bo me të ardhe serbë Gjakova, shtu nuk e në gjë, folë Gjakovace. Edhe, kultura është do gjë atje është shqiptare. Gjithë një tu mos e në shmu në qytetet tjera. Jem ka foli, ka karakteri, ka pjesë e Gjakovës. Muzika është qasi publike ki fanatike, qasi që ku dalën qytetën e bëgjohë, që të përcjellë, që të muzikë, që të kongë pëse bejboni, mos e bani, qytetartë. Edhe bilja fremuqisi si ku pas tonë, që kur shkën Gjakovë në për kafe, kujdes kur të klojnë ata, këtë tongë të veta, ka që klojnë e ma mirë se ti. Po s'ynë marrë me kongë, klojnë për shefë, s'ynë marrë me muzikë. A disa kanë këtarë të klojnë Gjakovë, njërës për shefë klojnë, a disa mirë klojnë, këtë tongë të veta, këtë i tinë. Edhe, tash kjo e jona, Gjakova ka rujtë muzikën, po me tonë drejten, tejte une, tejte na. Ka qene fushia i Dardushi, Mariza, na. Ta trit ka pak, e më ka dalë kishë moderne, po është një fatë e mirë, ka dalë një grupë për Lindja, do t'jem tëj.
E ata tash ma kanë ek pak zhigën e se çdo njeri kështu si në familje, si në qytet shkapele, kompile. Ata t'jem qenë në rregull, muzikë që bojnë ata bukur. Zdia keni atë ka me një grupi e Lindja, do t'jem të i bojnë muzikë me mandolina me kësi. Shumë bukur, ata e në rregull. Ata po e... Se ata e në ka 17 vjeçë, 16, 17, 18. Vish paramëlloni ata dhe 50 vjetë. Kanë me jetu në Gjakov, kanë me këllu. Kanë me jetu... Kjo është e mirë se në të vazhdanë. Se që çdo treje, çdo popa, çdo gjë kanë këj bazë. Gjakova, Shkodra, ku ta di unë, pajnë e shmo, pjesë tjera, kanë një traditë. Një pjesë kulturës veçantë tyre. Është një traditë, dhe duhet me qenë ashtu. Duhet me qenë, gjithë ka është një pikë nisje, ose një pikë pështetës, ose një pikë gjanat, monanat, ose me fillu për atyt, ose më këthy atë. Vërtet. Ata spjegova mirë. Sa keni interpretuar në botë në jashtë, në Mërgat, dhe si keni raportet, marrëdhëniet me ata, me mbrëmje, sa e duan ata këtë muzikë tradicionale, pasi që për folklorin s'po flasim. Ja, folklorin du të me qenë, bënë pa folklor. Po, sepse ata e kanë një dëshuri. Nuk bënë më lartë folklori, kurse si thashe fillim, është me 100.000 vjetë folklori. Na jemi kështu me këto instrumentet që kemi marrë një zhyrë, një muzikë shqiptarë, se Amerikës mush me ra edhe angli është edhe itali është edhe serbi është edhe shqip. Klarnete mush me ra greqisht, turqisht, shqip. Diksionin, zhyra, forma, pozicioni, djetë, çdo popull e krijon një zhyrë. Se këto janë pak më instrumente më treja, po thuja që në sa veçare, këto harmonikët e klarnetët. Po duhet me lajt kjo shqip. Folklori nuk bën më nalt kurse si. Qytetia këto nuk bën më nalt. Sa aty është baza, për aty të fillon konga, tetena. Pyetja ke jashtë. Unë kom pas fatin me qenë, po thuja së 2 vjeqe, vitin 84 më shku në Amerikë me bo muzikë. Brano vitin 1984, më ku në Amerikë 4 muaj gjysë. Edhe është grupi parë që unë e pata pranu, se ka pas oferta me këtu turqishtë, serbishtë, edhe këto e në konë për para të kohë. Unë e kom prit shancën me bovi shqip muzikë. Edhe aty kom pa shqiptarë lojnë zhyra, shkim në zanat në idealista, patriota, kretë në zhyra, po me gjitha atë është knatësi edhe me folë me tami, po ku jemi, ata i kësha 2 vjeqe. Edhe aty unë për natë kom bo koncerte, jo mrami që është bojnë muzikë në kafe, jo kom qenë se jasë gjithmonë muzikë. Edhe në kafe bo muzikë kom bo si loj koncertet. E kom pas Shani Pukën të zakën këntarë, qëtarë për ushin e ndjera edhe një vjosa Shalën. Aty për natë ka nërë njërë me familje me pa koncert, jo restoran që shbojnë muzikë kështu me kërkesa, me kuta djur, jo koncert, bakshisha, qitni së të dëni sa është problem, keni me pa kështu qëfar ofrojone. Më stlasim pastaj për Gjermanije, për kështu. Kum pas fatin me qenë me grupin e Voljakës. Voljaka ka qenë zërora, të ofër Klina, Gjakova, ku i bje Klin. Muj Krasniqi, Recep Selimi, të gjithë ta gashi kanë qenë folklor, neve në morën harmonik, klarnet, def, a bën me lartë plus me dalë tornejën për Evropë. Qefin më të madhe në kombo se ishim si mësafir këte grupi i Voljakës, me Recep Selimi, Muj Krasniqi, Herojt, Gashi, këta shumë mirë bëshin muzikë, folklor muzikë. Tash edhe në 500 mirë neve treve, unë ishim unë klarnet edhe def për Gjakovës. Pak, ati kështu si me dalë muzikë popullore. Edhe pasha atë qef që i këmë borë në turne. Edhe me kene edhe të rbesh këmë borë se falë me këtë grupët tona, po ndryshe ku ti mësafir t'i ka. është më ndryshe. Eksperienca me qëmilin e vogël, thatku? Pasa qëmil vike e ka pasi fiqë. Pa marrë një do më 13 që mërke, me bo prova, me bo njëzime, me bo koncerte. Edhe majda dushën kam qenë edhe s'kam qenë. Po majda dushën ku vy këtë torneja më bo, se gjithmonë kam qenë një farë dhe si dinamik. Edhe e riku kam qenë. Bedi kur sa rajnë një tornej ke bo, Qëmili Vogël, Ismeti, Njazini Kuriqi, Zomezini, Eda Dushi, asoj koha. Edhe tash mu mërshin si pak ma ekspeditiv, kështu pak ma general të reje ma kështu, ata për ishin bukër muzikë.
Bili shkishim të në përsheve, mojshim koncerta. Gane me Tarbeshi ka qenë ajo e jemja me ata, që kum reflektu edhe kum bo faktikisht shka kum dasht une. Shka kum dasht ka qenë bukur, se kum dasht une bukur me bo. Bukur me bo. Sa të kanë përshtat ata kolekt ty, ose ti është dasht ti përshtatësh atyre? Është në Gjakovi që a i zoti me zgjellë me këshyrë, se ka aty. Po tash ti aftësia jeme ka qenë se une raketa me muzikë shumë shu. Po, kum për zgjellë, e kum pa zëjnë fillore që ja vlen, është një djallë që i reflekton, se e kum pa zëjnë kështu si thmi. Yll e kum pa. Edhe në fabrika pas punëtor që këmëshë shumë bukur. I mërësha, i bëshë njëzime, kvartete, trio, grupe, tash i një treja kanë për Facebook, TVP njëzimet, nga në më të vesh janë. Që tash mi bo ato koncerte, nuk dhja muj mi bo, se tash u shka për dertë punë, o bo private. Ti nuk mund është i boj qilantarë me bo një koncert. Ne ke pas grupin e valë, grupin e dramave, grupi aktuse, grupi popullore, atër. Tash mi bo, del të lashe, jo. Del të lashe, grupi... Ministrin e kulturës e të lashe. Njerëzit kanë filluar që... Që demokracia, privatizimi, këto e kanë të mirën e vetë edhe të keqen e vetë. Sepse shkohet ma letë. Tja ke pa komponimet që bojnë tash një ritëm, nuk ndronë ritmin, një gazel, një kongë, do fjallë të thjeshta, afer poplet, jo të du, jo të përqafa, jo të putha, jo ku të diune, dhe marën konga. Kësë është edhe shikohet, apeti kështu ma... Edhe shikohet, ndëgjohet, ndoshta edhe më shumë. Show programe, këto shumë show programe, show kongë. Show, e vërtet. Pikrisht show. Ki ndonjë këngë të cilën e ke për zemër, të cilën ne mund ta dëgjojmë gjatë intervistës? Edhe në falë. E ki një këngë tëndën që te kishëm për zemër, të cilën e do ta ndëgjojmë gjatë intervistës? Unë shka për të shkuar unë Unë shka për shka qëtu, ku jem ullë, dush mi shuru ku ka kushtrimin në Kosovë. Okej, më së mirë. Se tash, si pas atmosfera, si pas shka për shohë në këtu, për shohë që duhet me qenë konga, aranjmani, ta qyqë përpërnim aranjmani, se është konga vjetër, ku ka kushtrimin në Kosovë, me Zene, me Zanerin, orkestrimin e kombone. Kështu që i përshtatët me shuat kongë. I përshtatët? Me përshëndet dhe gjusë, shikues. Mirë, pasi që unë e kisha cek vetë, për ata të pyta ty se nëse ki, edhe ashtu mirë që edhe e përshtatë me ambientin e studios këngën. Kështu të të qenë. Pikrisht, kështu që të ndëgjojmë këngën, kur ka ra kushtrimi në Kosovë dhe kthehemi në pjesën e dytë të intervistës bashkë me të ftuarin në studio. Kanë peje gjako, mirë luftuj kanë peje gjako, mirë luftoj Prizreni, Prishtina e lapi me rrugo. Mirë luftoj Prizreni, Drenica e lapi me rrugo. Znał mąż kjo tokë me dëshmoj,
Atëherë të dashur shikues, u rikthyem në pjesën e dytë, ku na ndan edhe këtë pak kohë deri në fund të intervistës, që të bashkë bisedojmë edhe për një pjesë për muzikën tradicionale me Zotri Buxhovi. Zotri Buxhovi, sa keni adhurues të kësaj muzike në kohën e tashme, pasi që për kohën e shkuar pedim që ka qenë më shumë e preferuar, por tash muzika, muj me qyt, e njës me qyt nuk në rregull, po që ashtu ka ndodhë. Se muzika ime me shokët mi që kom bo, unë kam 4-5 programe me vallë orkestrale, tonat më të bukur popullore, që shohën në për radio, në për Shqipni, në Kosovë, të darsma, DJ-të, shohën vallet mia me shokë. Adhurus, nuk, që si fanatika kemi në adhurus, unë me grupin Tamon Puna, që bili, mas luftës një ndër fanatik tonë, Naim Ferati është i Malishevës, i Shtimnës, po, merre me manë, kasetat për para kanë qenë kasetat, i ka bo grumëll, i ka mbledh, do i ka shtinë në përlej, i ka rujt, që pështon këtë marrën lufta, bili mes pa muzikën e juj. Pa muzikë. Merre me manë çfarë sa fanatikën muzikë edhe në kongë tona. Mas tëmë tona, së ato e në shqiptare, po ato çfarë na me ngjyrën, me formën tonë që i kemi dhonë. Se çdo gjë është e të gjithëve, por kur e merren një muzikant ose këngëtar, se Ismet s'ka pas as kongë vetën, thonë kongë të Ismetit. Edhe Zeni për shembull, kam komponuar për Zenin, ka komponuar Macula, ku ta diun këtë kompozitorët, po ku ta këshyshën në të parën, thonë kongë të Zenit. Sa që ashtu i bje. Se Zeni këtonë, Zeni ngrit lartë, ose Ismet Peja, ose Shkurtë e Feza, ose Ilir Shashia, nëpse Ilir Shashia edhe komponime ka, edhe djetë kongë të Ilirit. Këta sa pyetja ka na. Ne kemi shumë fanatika, unë për shembull ka grupin Gjakov që bojnë që 20 vjet në përdar sa muzikë. Mundohen me bo se da dushi se na, për fat keq nuk kanë arrit ata që me hinker me na shur neve, në për radio, në për DJ që bojnë darës ma vish neve na shojnë, që nuk kanë rregull para ata djemë tonë që me bojnë muzikë, duhet me arrit ata që jo me shty Zenin ose Ismet, po me zonë vanë edhe ti. DJ të bojnë darës me muzikë tonë, këtë kohën neve na shojnë. Po Zenele, shtanë, që kemi qenë 34 vjetë në për darës ma. Se ka një gjizime bili, me të kalëzu të jetën, pa të marrit në qatë si pozicione na, që me na marë, me na vjedhë në përdasma, me na gjizu, këta DJ-t. Se qaq bukur, shumë bukur, kemi bo muzikë, bojmë edhe kemi lonë një muzikë bukur, një kongë bukur, që nuk kanë rregull me me të vishna, Tamon Puna, por si jo me bo të gjithë bukur, konga bukur është bukur, muzika bukur, po që shpjali të kujtë me bo bukur. Kjo është ajo formën modeste që po e spjegoj. Se s'kom qarë po të përgjithë pyetjes. Që më vetë ku jeme me fonsa, me dashamirë. Unë i shuj dashamirë të muzikës tonë, që na, aj dashamirë që na doneva e ka një përparësi se për do një muzikë bukur Shqipe. E unë tej sot që jam gjallë, kom u konë këtë çfarë për më qenë që 50 vjetë. Zotri Buxhovi, si arrini ta ruani autenticitetin dhe traditën në interpretimin tuaj konkret? Unë e thash, muzikanti çfarë i kalibrit muzikës shqiptare, pika para dush me njoft muzikën e Ballkanit, me ditë te ikone, me fizharmonik për shembull shpesh nalna, ja përparësi se të na harmonika është akordeon, fjala akordeon harmoni, e lidhse. Nuk është solo instrument me dalë, se na kemi orkestrën kështu, klarinet, violinë, harmonik, të gjithë së bashku bëhet muzika shqipe. Shpesh karakterin muzikor dëmtona unë si personalitet, si Vllaznin Buxhovin në traunë të harmonikës, se klarineti, violina, duna si pas klarinetit, violinës, se ku mbru shumë muzikanta, varë çfarë muzikanti vjen, qofse se është i shpejt klarinetisti,
e përdojnë muzikën e shpejt, që sa pak më rrallë, si e qymë në mamën, unë e shkoj ashtu. Do të thotë shumë kam kujdes në përdorimin e fizharmonikës për më se më dalë muzikë, petit tash, mësë më dalë tjetër ka. Se shumë me bo mira, me marë kry fort harmonikisti, fill del. Jashtë kornizave. Jashtë kornizave shqiptare. Du të me pas kujdes fizharmonika në muzikën shqiptare. Klarinet, violinë, harmonikë, me qenë harmonika aty, po me qenë kështu, tash ta marë si kompliment, unë që kom rrujt, që kom majtë, që i kom donë në gjyrë muzikës farë, muzikës shqiptare, e të kom donë të të manë. Do të tëtë muzikantat edhe ta meraklitë e muzikën. Si fillan muzika Bogjove, dihet orkestrimi, pavarësisht muzikantat që në ndru, se 50 vjetë, normal që ndrohen muzikantat, po kom kriju një farë forme që t'jem unë me qenë. Muzika shqiptare, ku të shohët që ke muzika jeme, fillë dalon. Të njohin të gjithë për atë që ka ke ndërtu. Në tinguj, në muzikën teme, ta qyj teme me shok, e dalohet ti mund është me qenë në kërë në radio. Shohën shumë muzika, si të fillon një përcjellë, një muzike jeme, e në gjojnë që jam une. Nifet që jam une. Zotri Bogjove, qka keni diçka ëndër ose dëshirë që keni dashur të realizani shumë kohë, por s'ke pasur mundësin, e kam fjalën për të ndonjë këngë që ke dashur ta interpretosh, apo që të pëlqen që e interpreton dikush tjetër, por që ke pas dëshirë që ti ta interpretosh. Gjithmonë kur flas për muzikën tradicionale shqiptare. Me tonë që i kum te kalu ëndrat, nuk kanë rregull se ëndra është ëndër. Ëndra duhet me qenë për mi realitetin. Unë për vete, me të kallëzu drejtën, për mi ëndrat, me realitet kam shku. Unë thash, kër më shku në Amerikë për shemë, në pas të 2 vjeqe. Nxeni ka pas 20, to e laboru. Kupton Gjakovë. E një këngëtar i madhë, më boj fuqishëm çfarë bo Nxeni, vynë edhe në mbështetja muzikore. Po, patjetër. Ti mush me këtu sa dush mirë, me bo kongë krejt, po ku takim fuqin me çfarë kam qenur me muzikë, atë shkon ma bukur. Do më thonë, mu i me quj një andar, një kryvepër, unë kështu më loj, Nxeni mund më thonë, jo, ta zomë, unë e më loj puna jeme, shka ku më rritë pa e në shmua ta këngëtar tjerë, me Nxenin është, po mu i me quj si një kryvepër timen. Po. Gjithkush me thonë, qysh, kjo e vetër, po ondrat, realizimin. Se unë e çdo gjë e kum piganë me tërbeshit, e qinën tashe, e kum pas Nxenit që çdo gjë e kum bo me Nxenin. Karakteristika Nxenit ka qenë zoni fuqishëm, zoni omën, zoni edhe dhimbësoni në klim, plus ka qenë djalë i sjellshëm, djalë i mirë, djalë i urtë në mahall, që ne jemi kur pak kështu lagje bukur, kështu po. E ata kum pasi që ka mundësi mi bo pyetjen përgjigje më Nxenit. Çdo gjë më Nxenit e kum bo. Këngë patriotike, këngë dashnisë, këngë melankolike, çdo gjë Nxeni ja ka dhënë maksimalen e maksimales. Tash i bie përgjigje për dyt, edhe Nxeni ondat e ka kry, edhe unë. Okej, tash kam bet veç ta gëzani. Edhe tjetra, çdo përmbledhje vallave popullore shqipe i kum ingjizu, i kum realizu. Po. Janë vallet, orkestra Vllazim Bogjovi, nuk kum lënë valle, në kemi valle shumë, po e kum bo të përzgjedhje, kryesisht im shuka Shqipnia, se jemi rritë me televizion Shqipnisë, ondra Shqipnia ke pas. Edhe janë vallet orkestrale të këto, kanë punu, kanë bo valle më të buka. Kosova ka valle, në rregull, kemi Shotën e Rrugove, në kuta diun. Po tash, e që thonë, ka dham dhomi gua shkon, unë më rritë me televizion Shqipnisë. Shumë mos shojnë kusur fortune ku marë, ku pas antenën ka Shqipnia. Po ma mirë që ku pas ka Shqipnia, se me pas tjetër ka. Po, pikërisht, vërtet. Zotri Bogjovi, pyetja e fundit për këtë emision, dua të di pak fëmijët ka janë orientuar edhe a kanë trashëguar diçka në aspektin e muzikës nga ju? E tash kështu, shumë rrallë është djali ta vazhdoj babën në çdo pozicion por tjetës. Shumë vështirë djali ta zavancoj babën ose ta tej kaloj.
Me rregull fizikës, djali duhet me të kalu babën. Unë e djalin ku pas shkollë muzikës. Kur e la që s'dashti me vazhdu, tha babë, tha unë nuk pe vazhdoj. Pse? Bugjovën e pranojnë më harmonikë, 50 vjetë, mu. Ta është të atrit për më pënu, se me gjitha të është ku shkonë muzikë, du shme pënu. Edhe këta kësish me sinda. është një zo artificial, nuk është instrument. Çfarë e përdojnë në për Zvitra, Gjermania dhe këta në përdasma. Tha unë mi përdojnë atë zo, ta du në me pënu ashtu. Ku pa t'lo ty? Kush ti? Kush une? Ta është bravo, le. Në më thonë, ka qenë i shkëllqyshë ku shkollë muzikës, me piano. E mërë mirë që e la. Tri vajza i kom, e ideal. Dardana, Dorina, Dorela. Dardana ka abën, Dorina u martu, ka fëmi, Dorelen e kom e patëm kushtet dhe pata që shkollë, kësi shkollë mesme, që ka qenë angleze, edhe përnën për një firmë. Djali ka pas biznise, është të kry këtë shkollën e për shqit blemi, shka kjo një fakulteti, manager, agenta, agent i shqitjes. Po, ashtu. E njerë të përshu, ta shprit përshu, kësym shka ka me vazhdu. Po qenë shëndetin dhe jetin e gjatë. Ashtu, emrat janë e kom përzjedh, e ka një farë kuptimi. Po vrejen, që janë emra shumë të veçantë dhe shumë shumë bukur. E djali ka emrin D-O-R-I-N-T, Dorint. Dorint. Bili kur rritë pak Facebook e këto, se Dorint janë firmat më të mdojët hoteliere në Gjermani. Ta babë më përmdojnë këtë hotelet, Gjerman tash, po, kur kemi pas në ata emna, Gjerman të kënë tontë, na para të në këta emna i kemi, ata i kanë vazhdu edhe na do të vazhdojmë. Okej, që të mos i mbesim bashkëshortës, sa ka qenë përkrase gjatë gjithë rrugtimit? Une tash flutra është gjakovare. A di pse thëmë gjakovare? Pa në shmu femrat të shtetet e tjera. Këto e në familjare. Gjakovarët jetojnë për familje. Jetojnë për thmi, jetojnë për nanën, jetojnë për babën, jetojnë për burën. Gjithë një pa në shmu, se studilës nuk e di të tjera që shasi. Po, unë e ku pas nanën të kalzovat është gjakovarë. Baba më kalon 6 vjeqe. Fizikisht nga ka mungu baba, po gjomongis kemi pas për nanës. Ka qenë, muj me thonë bornesh, me thonë, në ka majtë 10 fëmijë, së arrojmë. 46 vjeqe baba, 10 fëmijë. 2 vllazë në kanë vdek, do të tëtë i ka majtë, që thojmë në ashtu pësh, në ka majtë kushtet të kësia në konë. Kur të kësia, po, ju më shku ka forma që të martona në Gjakovë, se muzikantë ku mujtë, që s'ka me gjithë, po unë ka bave nga peja, ku mujtë lesht, pa i në shmu të amanë punë nësër, kur for një për dikon mund është me prejkë pjesë tjera, jo, gjithë një respektet, gjitha femnave shqiptare, ku do qenë në botë. Po në Gjakovë, to femnat e Gjakovë se kanë karakteristikë familjen, interesant. Me familje, me babë, me nërë, me burë, e në vetë e më ka foli për veti. Do të tëtë, unë këm pas 4 fëmijë, më shku Zvicër 3 mujë, po vjera i vlazët e grus, bili tashëm dishë kë yli mikju, 55 sa vjeqe këm pas, jo mik, po këm pas shok edhe të në ditë këm lejmë me ta. Bili, thomë, ma mirë mi kanë këshua ta ku që më konun, se ku më konun e thmitë. Kjo është përgjegja për familje. Atëherë, zotëri Buxhova, një mesazh për fund për të gjithë shikuesit dhe ata të cilët ju ndëgjojnë gjithmonë me dashuri dhe pasion për muzikën tradicionale gjakovare tuaja. Mesazhi im është kështu, është shumë i thjeshtë. Dëgjoni muzikë shqipe. Ku ka muzikë shqipe? Muzikë shqipe kemi shumë. Kemi Alaja në gjëzimi të ansamblit Shqipnisë. Alaja, kemi Shotën, kemi këto Kastet e Frejzajt, ka muzikë. Gjithë një timën gjithashtu. Masë jam këtu, në ta dëgjojnë muzikën time se time me shok të amën puna, edhe kongë të Xhenit Xhenelit, edhe pacesismet i sët pes, se janë, unë thash, diksioni është
fanatizmi madh, ta mën puna, më shpengu i Shaqirën, Fatmir Beqanin, këta. Po masi unë pyetje unë me muzikën time, Pasi e ti, po. nuk danë keq me mgu mu. Pikërisht. Zotri Boxhoj, faleminderit shumë që ishe në studion tonë. Të dëshiroj shumë shëndet dhe shumë suksese për të gjitha planet e radhës, të cilat ti synon që të realizosh ditëve në vijim. Gjithashtu edhe juve, respekte, tash unë e juve për ju dëshiroj ma sukses se e në radio, e në televizion, që ta begatoni sa ma shumë, që të zgjeroj sa ma shumë, tash edhe ti ki ondrat tua për shkam vete mu. Unë i kom kry. Jo që kom kry krejt, po do të vazhdoj. Ju, shka përshoni këtu, ma mërmena që do të shkoni, do të begatoj edhe ma shumë. Më besoni që në fillimin e emisionit, ëndër kam pasur që në këtë studio të bashkohemi gjithë shqiptarët, t'japim mesazhe, kulturë dhe të flasim për gjitha vlerat kombëtare që ne i gëzojmë si popull. Edhe unë po shkoj të realizoj ëndrrën kur në këtë studio më ndërojnë gjitha qytetet dhe gjithë bashkë shqiptarët dhe kombasit tanë. Faleminderit shumë për kohën tonë, dhe e vlerësoj shumë. Kjo është ëndra jote edhe radja jote. Do të thotë këtë ëndër, ku ta bën radja është më mirë se ëndra. Pikërisht, edhe mos harroni se modestia juaj ju bën edhe më madhështor. Po që shifni çdo gjë, ta quaj sa më nart me profesion, sa më nart me muzikë, me sport ku ta dy në mrin, ata kanë me thjeshtësi. Se thjeshtësia është madhështi. Madhështi. Atë dhe tash. Faleminderit shumë Zotri Boxhoj për kohën tënde. Shumë shëndet. Gjithashtu dhe juve. Përshëndesim edhe shikues edhe dëgjues. Faleminderit shumë. Gjithashtu respekte. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe familiarizimin e juaj me këtë emision. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë takofshim të martën e radhës. Rreth botës së librit. Rreth asaj që të gjithë e dëshironi. Rreth muzikës. Rreth arti. Rreth të së bukurës. Një të bukura të vendit. Rreth krijimtarisë. Të gjitha këto bashk në një emision.